Për sot do bëjmë një vazo me turshi mikse. Kemi marrë perime të ndryshme. Kemi marrë speca të ndryshëm, tranguj të vegjël, patlıgjana, karota, kungull, lakër të bardhë, lule lakër. Kemi marrë dhe një hudhër, majdanos, edhe krip që është e ashpër dhe është vetëm për turshi. Do marrim në fillim, do t'i lajmë të gjithë përbërësit, do t'i presim në pjesë të vogla, do presim edhe lakrën, edhe lule lakrën do ndajmë në lule. Do t'i rreshtojmë të gjitha në vazo, do e mbushim vazon me të gjitha perimet. Në një tenxhere do vëmë të zjej ujë me krip, do lëm të ftohet dhe pasandaj do t'i hedhim brenda të gjithë përbërësve hudhër edhe majdanos, do t'i mbulojmë me shëllir ose me ujë me krip. Do e vullosim kavanozën dhe do e lëm turshin të na bëhet për 2-3 muaj. Të gjithë procedurën do ta shohim përsëri një nga një. Në një tenxhere kemi vënë ujin me gjithë kripën të zjej. E lëm edhe 5 minuta të zjej, e fikim dhe lëm të ftohet. Kemi larë edhe i kemi grirë të gjitha perimet. Tani marrim një kavanoz dhe fillojmë i rreshtojmë një nga një. Edhim në fund të kavanozit ja 2 thelpi hudhër, edhim edhe pak majdanos dhe fillojmë të mbushim vazon. Në fillim vëmë lakrat, pasi lakrat kanë më shumë volum. Ngjeshim pak dhe edhim karotat. Edhim edhe disa speca. Edhim kungujt. Edhim përsëri speca. Edhim disa hudhra. Edhim edhe majdanos. Tani marrim rreshtojmë patlıgjanat. Edhim përsëri speca. Edhim lule lakrën, duke i ngjeshur. Edhim kastravecat. Dhe edhim përsëri lule lakrë përsipër. Tani edhim edhe hudhra sipër. Edhim edhe ca gjethe majdanozi. Tani që edhe shëllira është ftohur, marrim dhe i kthejmë ngadalë në vaza derisa ta mbulojmë të gjithë. Tani që kemi mbuluar të gjithë vazon me shëllir, e vullosim.
dhe lëm në vend të freskët për 2 muaj, mbasandaj e konsumojmë. E kemi përfunduar edhe vazon me perime të përzjera turshi.